Bismillahirrahmanirrahim. Si gjithherë në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahut fuqiplot. Salavatet, përshëndetjet, uratat, bekimet ja dedikojmë profetit fundit Muhammedit alayhi salam. Të dashur vëllezër, praneshëm, Assalamu alaikum, paqja, shpëtimi dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Sot me lejen e Zotit do të flasim për një temë e cila ka të bëjë me kënaqësinë shpirtërore. Pra kënaqësia është një gjendje shpirtërore që tregon besimin e fortë të robit, bindjen e paluhatshme në caktimin e Zotit dhe si rrjedhoi në nështrëshmëri të plot ndaj urdhrave, ndaj porosive të Allahut xhaleshanuhu. Kënaqësia shpirtërore është prej gjanave që njeriu vazhdimisht e kërkon në veprimtarinë e tij, në angazhimin e tij, në besimin e tij, në adhurimet e tij, në përditshmërinë e tij me punë të mira që mundohet më rujt për të këqija dhe me bë të mira. Pra njeriu nëpërmjet këtij organizimi synon me arrit kënaqësinë e kuj, kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Pra në farforme me kanë i kënaqur në shpirt dhe rrjedhimisht me kanë i kënaqur edhe me Allahun xhaleshanuhu. Pejgamberi jon Muhammedi alayhis salam në hadith shumë e njohur, shumë e dobishme dhe shumë kuptim plotë rreth që lidhet me temën tonë, thotë me drejtsinë e tij Allahu ka bërë që, pra, si rezultat i drejtësisë Zotit, Zoti ka bërë që gëzimi dhe përjetimi i mirë, gëzimi dhe përjetimi i mirë të jenë të bindja dhe kënaqësia. Pra kur njeriu i bindet Zotit, është i kënaqur me caktimin e Zotit, njeriu edhe gëzohet, po edhe ka një përjetim apo një kënaqësi të mirë. Në të kundërtën, mërzia, thot pejgamberi alayhis salam, dhe dëshprimi janë të urrejtja dhe dyshimi. Kur njeriu dyshon Zot, dyshon në urdhnat e Zotit, kur njeriu fillon me urrejtje të tjerë, atëherë prej urrejtjes dhe dyshimit apo mosbesimit nuk vjen diçka tjetër përveç se mërzi dhe dëshpërim. Zoti ka lënë botën materiale, botën fizike, ligje. Ashtu Allahu xhaleshanu ka vendosur disa ligje që lidhen me shpirtin. Pra, edhe shpirti ka ligjet e veta. Sipas ligjeve të shpirtit, gëzimi, përjetimi, ngavim, kur njeriu gëzohet, kur njeriu e kënaqet me diçka, atëherë nga vijnë këtu gëzimi dhe kënaqësia, e shohim se ato vijnë realisht kur njeriu ju ka nënshtruar urdhnave të Zotit, është i bindur në urdhnat e Zotit apo në atë që na ka porositur Allahu, dhe të njëjtën kohë jeta nuk ka vetëm gjëra të mira, ka njerë ka dhe sprova dhe të lashe, atëherë njeriu pajton caktimin e Zotit, pra është i kënaqur me atë që Zoti ka caktuar për ta. Gjithashtu ligj i shpirtit është edhe ajo që njihet pra mërzia dhe dëshpërimi, ato nga vijnë nga urrejtja, vijnë nga dyshimi. Njeriu i pakënaqur është gjithnjë i mërzitur dhe i bërgosur. Kur njeriu s'kënaqet, gjithherë ka më konë i palumtën, gjithherë ka më konë i mërzitur, gjithherë ka më konë pa disponim. Mirë, po kjo nuk guxon me ndodh me besimtarin. Besimtari mund të ketë mërzi, po është kalimtare mërzia e tij. Mund të ketë edhe ndonjë telash edhe një turbulencë që ja prish rahatin, por prapë se prapë ato na e ka mësuar Zoti dhe pejgamberi alayhis salam, sepse ajo është e përkohshme. Ai që nuk beson, as nuk do të jetë i lumtur, pas nuk do të jetë i kënaqur, vazhdimisht do të jetë i mërzitur dhe do ta ketë një lloj shtrëngimi në krahërorin e tij. Thash, ndoshta edhe besimtari nganjëherë prek mërzia, branga. Mirë, po besimtari i drejtohet Allahu xhaleshanu në çdo situatë. Edhe kur ka vështirësi, pra i drejtohet Zotit. Zoti pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, kur ai thirrste njerëzit në rrugën e Zotit dhe shumë prej tyre nuk i besonin dhe kish trajtonin dhe maltretonin, Allah e ka përmendur në Kur'an, i ka thonë mos u mërzit për ta. Pra mos e ngushtot i veten më mërzit për ta, sepse udhëzimi,
se ata do drejtohen ka Zoti apo jo është në dorën e Allahut. Ti japë mundin, angazhimin, por kur nuk i nevojë me smum veten tënde, për shkak se a do të besojnë ata apo nuk do të besojnë. Por Zoti e këshilloi pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam. Mos një ajet tjetër i tha mos të mërzitin fjalët e tyre. Nga njeriu kur ndëgjon keq ose kur dikush të ka përfol, të ka marrë për goja ku ta dion në këtë drejtim, të ka përgoju, njeriu pe natyrës ti njihet keq. Zoti tha pejgamberit alayhis salam, mos mërzisin ty çka ata thojnë. Njeriu kur nuk është i bindur në Allahun, kur ka dyshime, atëherë ai njeriu nuk ka stabilitet. Sepse besimi është siguri. Besimi është burimi i kënaqësisë dhe lumturisë cilën Zoti e ka përmendur në Kur'an. Njeriu i cili ka dyshime ndaj Zotit, nuk beson Zotin apo dyshon rreth Zotit, nuk e beson botën tjetër, njeriu i tillë është realisht në zit përjetshëm, në mërzit përjetshme, në brangat përjetshme, asnjëherë nuk ka stabilitet. Edhe pse nganjëherë ndoshta momentet caktuara ai llogarit që është më i lumtur i botës, por realiteti i jetës përditshme thotë se ai është e kundërta, çka ai ndoshta nganjëherë deklaron me gjuhën e tij, sepse shpirti dhe zemra e tij thojnë diçka tjetër. Ndjesia e kënaqësisë të njerit, kur njeriu ka ndjesinë që është i kënaqur, është shkaku i parë i qetësisë shpirtërore dhe është edhe çelësi i lumturisë. Njeriu mund të jetë në aspektin ekonomik me qëndru shumë keq. Në aspektin shëndetësor me po shumë probleme shëndetësore. Po kur njeriu është i lidhur me Zotin, nuk i bëjmë përshtypje asnjëra. Se i pa 2 lekë më shumë se 2 më pak, ta ajo është njëjtë. Sepse ai është i kënaqur me atë që Zoti ka përcaktuar për ta. Kjo nuk do të thonë njeriu më kënaq me caktimin e Zotit dhe me met në nivel. Njeriu vazhdimisht nëse flasim për rrezikun do të më kërku. Që më mundu me përmisu jetesën e tij. Mirë, po prapë se prapë, në fund ditës, ai është i kënaqur me caktimin e Allahut xhaleshanu. Njeriu besimtar apo njeriu i lumtur, çfarë do çështje që ka, çfarë do problemi? Para se me ja parashtru problemin e vet njerëzve ja parashtron Allahut. Cila është adresa e parë, dera e parë që troket robi? Dera Allahut. Sepse kështu na mëson neve feja. Dhe pastaj kur çështjen ja parashtron Allahut dhe pranon kënaqësinë me kënaqësi caktimin e Allahut, atëherë ky llogaritës është njeri i mirë dhe është në rrugën e Zotit. Para se me hin një punë, besimtarët duhet më drejtu Allahut që ta udhëzoj në atë rrugën më të mirë dhe t'ia mundsoj që të realizoj atë. Pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam na ka mësuar një dua që njihet si duaja e istikhares, ku njeriu nuk din se si të veproj, a djalltas a majtas. Nuk e din ndoshta çfarë vendimi me marr. Çka do të qoftë që lidhet me jetën e tij. Atëherë pejgamberi na ka mësuar një dua, do të mundona kuptimin e kësaj duaje me shpalos për para juve, ku pejgamberi kështu ka thonë, thumeni, drejtoni Allahut, o Allah, nëse në dijen tënde, o Allah, nëse në dijen tënde, kjo punë edhe e përmend punën cila për çka po bëhet fjalë. Kjo punë është më e dobishme për mua në këtë jetë, edhe në jetën tjetër, që nuk bëhet ndomje. Nëse këtë punë që po du me bëna, këtë vendim që po du me marr, është më e mirë për mua në këtë jetë, në dijen tonë, është më e dobishme për mua në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Në fenë dhe besimin tim, fenë islame, besimin tim personal, në të tashmen dhe të ardhmen time, atëherë o Zot, lehtësoma dhe mundsoma atë, si dhe me dhuro begatimet e. Po që se o Allah, nëse në dijen tonë aja është e dëmshme dhe pa vlerë për mu, në këtë jetë dhe në botën tjetër, tashmen dhe të ardhmen teme, në fenë dhe besimin tim, atëherë largo mu prej saj dhe largo atë punë prej meje. Pra mos ma mundëso që mu realizu, se që nga dëmshme. Dhe cakto atë që është me hojrit për mu, ja Rabbel Alamin. Kje lutje që ka të rëgën? Prej fillimit dhe në fund lutja ka një mesazh. Që kur të ndodhë diçka, pas ati vendimi, çfarë do që të ndodhë rezultati, ti mos me thonë, mja pas bon kështu, kishtë ndodhë kështu.
mos me pas marrë këtë hap, nështë e shkon puna ma mirë. Ose pasi dështova se nuk e kum dëgju filanin ose se kum dëgju ato. Pra thjesht me pajtu, me kon i kënaqur me caktimin dhe vendimin e Zotit që Zoti ka përzgjedhur për ty. Kënaqësia në caktimin e Zotit është shaje e imanit dhe besimit. Njerëzit që nuk besojnë caktimin e Zotit kanë shumë të lashë në jetë. Sepse ata tani fillojnë me besu në gjithçka tjetër, jashta kornizave që i ka leju Zoti. Janë të prirë me besu tani edhe në bestytni. Pra Islami i ka luftu bestytnit, besimet e kota. Por ka bo pjesë të besimit caktimin e Zotit, që njihet si kadaja dhe kaderi, caktimi dhe vendimi i Allahut. Pra gjithçka që ndodh nuk mundet me dal jashta dijes Zotit, por nuk mundet me dal jashta vullnetit Zotit. Ka gjana që Zoti i dën, por ka gjana që nuk i dën. Po edhe gjana që i dën dhe që nuk i dën nuk mundet me dal jashta vullnetit Zotit. Edhe keqja kur ndodh për shumë arsye. Aja nuk mundet me dal jashta vullnetit Zotit, pa lejen e Zotit. Mirë po Zoti e ka leju me ndodh të keqen, por nuk e dën të keqen. Pse e ka leju e kemi shpjeguar disa herë. Kjo është faktura që ne e paguajmë për lirinë qenit të lirë në jetën tonë kësaj bote. Zoti na ka ndalluar për krijesat të tjera, na ka bërë të lirë, ne e zgjedhëm apo dojna mirë, apo dojna keq, apo dojna me shku djathtas, apo dojna me shku majtas. Vetëm besimtari, jena të folur për kënaqësinë shpirtërore, vetëm besimtari e ka këtë gjendje shpirtërore e cila bën atë të ndihet i lehtësuar, i çliruar dhe i kënaqur. O ju të cilët keni besu, besoni, por na kena besu o Zot, po besimi ju ka nevojë prapë për besim. Besimi ju ka nevojë prapë për me thosh shahadetin, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ka thënë pejgamberi, ripërtrinë besimin tuaj bi qauli la ilaha illallah, me fjalën la ilaha illallah. Jo thjesht fjalë goje, por njeriu pak mi a rikujtu vetes. Unë jam musliman po, e muslimani do të me pas këtë gjendje. Po nuk e kam në këtë gjendje, mi shishu ku problemi. Çka kom lë mongo diçka unë? Çka si kom përmbaj diçka prej aty në rregullave dhe porosive të Zotit në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam. Prandaj Zoti i tha pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, sepse ai ishte pejgamberi i Zotit, por kishte të bëjë me njerëz. Me njerëz të natyra të ndryshme, me njerëz të nivele të ndryshme, njerëz që ishin zhytur në gjunohen, mëkate, gabime, mosbesim, në tirani, e mizori, lloj njerëzish. Dhe Allahu xhaleshanu vazhdimisht i zbriste Kur'an pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam sikur një lloj me qenë një lloj melhemi për varr. Një lloj balsami për varrën që ja shkaktonin njerëzit në rrugtimin e tij për tek Zoti dhe në ftesën që ajo bën të njerëzve në rrugën e Zotit. Në njëri prej ajeteve Zoti tha pejgamberit alayhis salam, prandaj ti bëhu i durueshëm. Që fjalën e parë, këshillën e parë. Për me arritë kënaqësinë e Zotit, durimi kërkohet. Se të fillosh më anku e nuk duron, atëherë më nuk ka ato kënaqësi. Prandaj tha ti bëj durueshëm ndaj asaj që thon ata. Me ke i bjen ndryshe, mos u merr shumë me çka thon, sepse do ta mundosh veten dhe tani do ta hupsh kënaqësinë shpirtërore. Qëllimi nuk është me hup kënaqësinë shpirtërore o pejgamberi i Zotit. Qëllimi është që Zoti ty me të ngritë më kon edhe më i kënaqur me Zotin. Pastaj tha dhe falendero Zotin tan. Që duro, po mos unë vetëm me durim. Falendero Zotin tan. Thuaj elhamdulillah. Për të mirat që ti ka dhënë Zoti. Mos e shë vetëm këtë sprovë që e ki për momentin këta njerëz që nuk po të dëgjojnë janë pabindshëm. Por falendero Allahun xhaleshanu. Falu para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Falu para lindjes së diellit. Çka ke para lindjes së diellit? Namazi sabah. Falu para lindjes diellit dhe para perëndimit. Disa kjo është ikindia. Ikindia kokuhën. Deri në perëndim diell, ama para ku e përshtatshme. Pastaj Zoti tha pejgamberit alayhis salam, falu edhe në orën e natës. Çka kjo në orën e natës? Mund ta përfshin edhe namazin e akşamit, yatsis, por këtë dietar kanë thënë edhe namaz vullnetar. Përveç pas namazit,
Na pejgamberi me folë edhe namaz natës. Pse? Se namazin që ka shumë pejgamberi ka bon dhe Zoti ka porositë, i ka shërby pejgamberit me qenë më i durueshëm dhe më i përgatitën që mu përballë me gjithë ato fjalë, me gjithë ato intriga, me gjithë ato kurtha, me gjithë ato shpifje që njerëzit i kanë bon, që i kanë dalë në rrugë me pengu nga mesazhi komunikimit mesazhit të Zotit. Pastaj i tha edhe në skajën e ditës, ashtu që të gjesh kënaqësinë me shpërblim. Përfundimi i ajetit, këtë kjo çka më bë, me gjetë kënaqësinë. A pe kuptoni që një prej qëllimeve të fesë është njëri me qenë i kënaqur. Ne adim që edhe lumturia, kënaqësia në këtë botë nuk është permanente, nuk është absolute, nuk është e përhershme, nuk është gjithëpërfshirëse. Është e përkohshme sikurse dunjaja. Mirë, po ai besimtari i cili arrin kënaqësinë maksimale sa është e mundshme në këtë botë, ai me lejen e Zotit do ta përfiton edhe kënaqësinë dhe shpërblimin e Allahut në botën tjetër. Çka i tha pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, Allahu në surën Ad-Duha? Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ty gjithsesi Zoti ka më dhënë dhe ti ke më qenë i kënaqur. Ty o Muhammed, edhe ti që e dëgjon Muhammedin, e shkon pas udhëzimit të Muhammedit alayhis salam, Allahu ka më dhënë mira, edhe ti ke më kënaq. Kështu Zoti e freskoj shpirtin e Muhammedit alayhis salam në zbritjen e surës Ad-Duha, respektivisht me këtë ajet Kur'anit. Zoti ja hiqi këtë dyshimet Muhammedit alayhis salam. Zoti ka më vazhdu me do deri të arrish në një niveli që kemë qenë i kënaqur. Edhe në dunja, po mos flasim botën tjetër çfarë shpërblimi do ta kenë banorët e xhenetit. Sahabët shokët e pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, Zoti ka përshkruaj, ka përmend në Kur'an. Radiyallahu anhum wa radu an. Zoti ishte i kënaqur me ata. Kush janë ata? Sahabët, shokët e pejgamberit, edhe ata ishin të kënaqur me Allahun. Subhanallah. Paramendë me zbrit ajeti i Kuranit ku Zoti ju tregon për shembull një komuniteti, sikur me zbrit komunitetin musliman të Rizdorfit, sot me këtë komunitet musliman, Allahu është i kënaqur dhe ata janë të kënaqur me Allahun. A ka pasuni më të madhe? Këtë pasunia që ka Gjermania ose bota nuk është e barabartë me çështë ajet Kuranit. Edhe kurrë nuk mund të bëkon më e barabartë. Paramendo Zoti që të ka kriju, me zbrit ajet Kuranit dhe me thonë që unë jam i kënaqur me ty. Për ato që ka dyshime, Allah e ka përdorur wala sawfa yu'tika, Allah do t'jap ty. Nëse në këtë moment ti po të mungojnë shumë gjona, në tarmën Zoti ka më t'i dhënë. Edhe ti prapë ke më qenë i kënaqur. Po me çfarë kushti? Me shku në rrugën e Zotit dhe në rrugën e pejgamberit Zotit. Ka thonë pejgamberi Muhammedi alayhis salam, shijen e besimit, imanit, e ka shiu vetëm ai person. Cili person? A dini që e ka shiu shijen e imanit? A pas ka imani shije, po? Besimi jonë ka shije. E kur e ha njëri një ushqim, kur i pëlqen, çka thot? Pas ka shijen e mirë. Po të knaqka. Qoftë një pije, qoftë gjashme. Qoftë një përjetim që mund ta ketë njeriu. Kur nuk i pëlqen, thot shija s'ka e mirë. Në hadith ka thonë pejgamberi alayhis salam, shijen e besimit e ka shiju vetëm ai që e pranon me kënaqësi Allahun për Zot, Islamin për fe dhe Muhammedin alayhis salam për pejgamber. Allah është Zoti ja. Islami është feja ja. Muhammedi është pejgamberi ja. Kur na kem këtë bindje, bënu të bindun që atëherë na e kemi arrit kënaqësinë e Allahut. Dhe kur njeriu është i kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe, me Muhammedin për pejgamber, tash kësaj niveli njeriu përjeton jetën e vet gëzime, përjetime të mira. Cilat nga burojnë këtu? Këtu burojnë për qësoj gjendje shpirtërore që ka emrin kënaqësi. E ka buron kënaqësia buron kur njeriu e shijon besimin. Imanin, besimin Allahun xhaleshahu, besimin fenë e Zotit, besimin pejgamberin e Zotit dhe aja që ka ardhur nëpërmjet pejgamberit Zotit. Është zinxhir. Pra gjendje shpirtërore, kënaqësi. Kjo kënaqësia e ka një burim, ka buron. Sikur na uji ai kroi,
E ka një bërim ku bëran ujë. Që këna si ka bëran? Te feja e Zotit. E ku njëri është i kënaqur, çka ndodh? Njëri është i disponueshëm. Njëri është i lumtur. Njëri është i gëzueshëm. Edhe kur ndoshta gjonat nuk shkojnë ashtu siç ai ka planifikuar. Zoti na i fal gabimet, çimet, na i pranoj ibadetet, adhurimet. Walhamdulillahi rabbil alamin.